Edhe një dorëheqje nga Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion. Cfeta Ristovska ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga posti antare së Komisionit Antikorrupsion dhe dorëheqjen e ka dorëzuar te kryetari i Kuvendit Afrim Gashi. Në arsyetimin e saj thotë se jep dorëheqje pas polemikave publike dhe dyshimeve që lidhen me punën e saj në këtë organ. Ristovska thekson se gjatë karrierës së saj profesionale, përfshirë punën e saj në komision, ajo e ka kryer punën e saj ligjërisht, me ndërgjegjje dhe me qëllimet më të mira. Më vjen keq nëse disa rrethana, përfshirë edhe lëshime të mundshme administrative, kanë çuar në dyshime të bazuara në opinion, në të gjitha rastet në punën time në komision, në të cilat ka pasur mundësi për një konflikt të mundshëm interesi. Kërkova përjashtim, në përputhje me ligjin, nuk kam pasur qëllim të fsheh informacionin. Përkundrazi, kam respektuar detyrimet ligjore. Në fillim të këtij muaji, Komisioni Shtetëror për Luftimin e Korrupsionit hapi 2 raste kundër koleges së tyre Ristovska për të hetuar raste të konfliktit të interesit dhe mosdeklarimit të pasurisë që lidhen me Ristovskën. Ke fundit dyshohet se në formularin e deklarimit të pasurisë nuk e ka paraqitur që 2 djemtë e saj janë pronar të agjensive të marketingut. Ajo ka mohuar akuzat duke thënë se fëmijët e saj nuk jetojnë në një familje të përbashkët me të që nga viti 2017 dhe se aktivitetet e tyre afariste janë të pavarura nga funksioni i saj publik. Përbërja aktuale e Komisionit Antikorrupsion u zgjodh në shkurt të vitit 2024. Deri më tani, 2 antar kanë dhënë dorëheqje.